Horizont nga Leonard Koja në windowradio.de. Mirë mbrëma miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi këtu në Horizont. Sot është e premte, data 19 qershor 2026 dhe ne jemi së bashku sërish në Horizont siç do të njëjtë të premte dhe të shtunë. Live këtu nga studio qendrore në Gjermani, uroj që të jeni të gjithë mirë, të keni filluar këtë fundjavë sa më mbar, sa më këndshëm dhe të jetë një fundjavë sa më realizuese për të gjithë ju, për dëshirat tuaja dhe për kënaqësinë e familjeve tuaja. Të nderuar miq, pra si në çdo emision apo si në çdo lajm informacion që ne përpiqemi të përcjellim në Window Radio, tema e ditës, çështja e ditës është protestat e shqiptarëve, qoftë protesta në Shqipëri, qoftë protesta që po bëhen kudo në çdo vend të perëndimit, në qytete kryesore, në Amerikë, Kanada, pra kudo shqiptarët janë ngritur shqiptarët në Shqipëri, diaspora, pra është një ngritje, është një rifillim, sa duket është një frymë e re, është një shpresë e re, kur sinqerisht shpresoj dhe duhet të shpresojmë që të jetë vërtet një protest kristalt, pra për të gjithë ato probleme që ne na kanë shoqëruar në 36 vite tranzicion, sepse më thënë të drejtën 36 vite tranzicion janë vërtet shumë, saqë ata që kanë lindur në vitet 90 nuk e kishin me të njëjtat njerëz, me të njëjtat xhaketa, me të njëjtat fytyra, prapë kanë lindur dhe po rriten, ata që kanë qenë emblema të ndryshimit të sistemit viteve 90, kanë thirrur liri, demokraci, Shqipërinë e duam si Evropa, por edhe në 2026 fatkeqësisht pothuajse të njëjtat parulla, të njëjtat kërkesa janë. Por të shpresojmë që kjo protestë do jetë ajo protesta që do ringjall pra shpresën, frymën dhe do sjellë atë energjinë e duhur edhe për ne shqiptarët. Të nderuar miq, unë dua të rikujtoj pra si gjithmonë mundësitë se ku mund të ndiqet Window Radio, pra Window Radio nuk ndiqet vetëm në faqet e Facebookut, ajo është tashmë mbi 20 platforma ndërkombëtare që ndiqet. Pra mund të ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të dëgjoni muzikën, mund të dëgjoni emisionin live dhe të lexoni lajmin dhe informacionin e fundit. Po ashtu ne jemi dhe si thash pa rreth 20 platforma, po unë do cek disa siç është TuneIn, Radio Box, MindTuner, Radio.net, Radio.it. Jemi në Radio Shqip, e cila është platforma e radiove kryesore shqiptare. Pra pothuajse në gjitha platformat ndërkombëtare jemi të regjistruar dhe ju mjafton që të kërkoni apo të shkarkoni në një platformë të radiove dhe të kërkoni Window Radio dhe ne jemi aty non-stop 24/7, qoftë me muzikën e përzgjedhur nga DJ Bledi apo me emisionet tona dhe programacionin që ne kemi. Po ashtu mund të kërkoni dhe në Google Search windowradio.de live dhe mund të ndiqni dhe emisionin live. Është dhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de që mund të bëni komente apo pyetje për të ftuarit dhe ne në varësi të kohës dhe të mundësisë mund të përzgjedhim ndonjë pyetje gjithmonë duke parë vlerën apo vlerësimin e pyetjes. Emisioni do jetë në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë me orën e Evropës ose në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas. Pra është orë vonë për Evropën, por përpiqemi të jemi sa më pranë dëgjuesve edhe për te oqeani që të kenë mundësi të ndjekin ritransmetimin, sepse ndoshta jo të gjithë kanë mundësi të ndjekin tani emisionin live. Po ashtu, pra sikur thash, është edhe në faqen zyrtare të YouTube-it, windowradio.de, ku ju mjafton të bëni një subscribe dhe këtu do gjeni të gjitha emisionet e kaluara, por edhe emisionin e sotëm dhe të gjitha emisionet dhe programacionet tona. Do kërkoja shumë mirësisht si gjithmonë pra që të bëni një shpërndarje Facebookut, qoftë në faqet tuaja zyrtare, qoftë për grupe ku jeni të antarësuar, jo se ne fitojmë diçka nga ana monetare,
por fitojmë miq, fitojmë shqiptarë dhe Window Radio është vetëm për ju dhe ne si staf përpiqemi të bëjmë më të mirën dhe të jemi vetëm pranë jush. Pra, si në çdo emision, unë them që kushdo që ka dëshirë për të folur, për të thënë një mendim, për të promovuar diçka, apo për të treguar një histori, mjafton të na shkruaj në rrjetet tona sociale, qoftë edhe në rrjetin tim social apo numrin tim telefoni, qoftë të moderatorëve të tjerë dhe gjithmonë mikrofoni i Window Radio do jetë pranë jush. Të nderuar miq, pra sikur e thash, çështja e ditës, tema e ditës është protesta, është lëvizja shqiptare dhe sonde kam menduar të ndërtoj një emision ndryshe, një emision me dy zonja të cilat janë aktiviste, të cilat janë gjithnjë pranë lëvizjeve, pranë problemeve të shqiptarëve në diasporë, gjithnjë janë që ngrejnë zërin dhe përpiqen në maksimum për të bërë më të mirën për diasporën, por janë të dyja mikesha të radios sepse kanë qenë dhe herë të tjera në emisionet tona, por sonde menduam të ndërtojmë një emision bashkëbisedim ku kemi Mariola Bejkollari, e cila jeton në New York, antare e kryesisë lëvizjes së diasporës për Shqipërinë e Lirë, dhe Sonila Kulla, aktiviste me shkollim me shkenca sociale, e cila jeton në Torino. Mirëmbrëma, përshëndetje të dyja. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit. Unë jam mirënjohës së të dyjave që ju po na ndihmoni sonde në emision dhe që kemi mundësi të kuptojmë diçka më shumë dhe më tepër për diasporën, për protestat, qoftë në New York, qoftë në Torino. Leonard, shumë faleminderit për ftesën, shumë faleminderit për zërin, shumë faleminderit për gjithë angazhimin që ju keni marrë. Është një angazhim që na vlen të gjithëve dhe aq më tepër atë u ton. Mirënjohje. Faleminderit. Bashkëngjitemi Jalës edhe unë me falënderime, sepse është një nder që të jemi këtu edhe të kemi mundësi që të flasim për çfarë ndodh në territorit tona. Ja, pra, të nderuar miq, një thes falënderime, gjë që unë jam mirënjohëse sepse, më thënë të drejtën, me njerëz si ju është mirë të bashkëpunohet, sepse sikur secili prej nesh të bëj aq sa mundet, do ishim ndoshta edhe ndryshe edhe problemet në Shqipëri, por shpresojmë që do bëhet më e mira. Okej. Po Jola, më fal, kishe diçka? Leonard, nëse do t'i propozoja, do kisha shumë dëshirë që të ndiqja Sonilën, të jepte një shpjegim ajo e para, pasi është më afër Shqipërisë se sa unë, dhe pastaj unë do vi me atë qasjen time. Nuk e di si ju duket. Wow. Okej, po pse zbrosh gazetare ti më Jola? Unë vetëm të ikit në hëm tani, vetëm ajo më ka ngelur. Okej, o do bëj një pyetje të përgjithshme për të dyja dhe vazhdojmë me Sonilën. Sonila, çfarë thot që ishte një zgjedhje e Jolës kjo? Çfarë ju motivon ju të dyjave që të merreni kaq thellësisht me çështjet e shqiptarëve në diasporë? Të filloj unë atëherë, për sa më përket mua, ideja ime dhe mundimi për të ndihmuar të tjerë diasporë, sepse mendoj që në qoftë se dikush ka pasur mundësi të studiojë, të formohet, të njohë njerëz, të njohë territorin, të njohë legjislacionin, është mirë ta ndajë edhe me të tjerë, me të gjithë komunitetin shqiptar, sepse edhe diçka e vogël mund të jetë diçka e madhe në momente të vështira. E në historinë time personale, kur kam patur nevojë unë, kur kam ardhur në Itali, ashtu si të gjithë besoj kur kemi ikur në vendet e huaja, ma kanë shtrirë dorën italianët në të gjithë institucionet, në të gjithë nivelet e institucioneve,
edhe aty ka filluar historia ime e re në Europë. Kështu që mendoj që sot ka ardhur momenti, sikur tha dhe Jola, e përsëris edhe unë, që me sa kemi mundësi të ndihmojmë secili me kapacitetin e tij, secili me profesionin e tij, secili me atë sa ka mundësi. Sepse në jetë ne punojmë dhe kemi secili prej nesh unë, kështu që gjithçka që bëhet është në mënyrë vullnetare, ekstra, edhe me dashuri e respekt të madh gjithë eksperiencat e njerëzve që takojmë çdo ditë në tubime. Më thënë të drejtën, kjo është pjesa më e bukur, pra sepse përpiqemi në mënyrë vullnetare, përpiqemi ndoshta shpeshherë për të lënë edhe shumë gjëra të vetes mangut apo mazdore, si e thon, dhe sidomos në këtë për ju, kjo protestë na ka bërë me krah, na ka dhënë një frymëzim dhe një shpresë të re, që shpresojmë që do ketë një ndryshim rrënjësor, jo thjesht ndryshim, por një ndryshim rrënjësor të politikës dhe të sistemit në Shqipëri. Jola, je gati ti? Patjetër që po, unë jam gati gjithmonë, po doja që Gjithmonë gati. edhe Sonilën, edhe unë flas si edhe herët e tjera që jam prezantuar në emisionin tuaj, unë jam antare Diaspora për Shqipërinë e Lirë, një organizatë që ka lindur në diasporë me sytë dhe zemrën në Shqipëri. Pra, organizata jonë ka synuar të rrisi zërin e çdo shqiptari që të kemi një Shqipëri më të mirë. Dhe sot në këtë protest 19 ditore mos gaboj, Dita 20 sot. Po, dita 20 është sot. Atëre, kjo është lëvizje që mund të ndodhi një herë në 20 apo 30 vjet. Është një energji fantastike që ne na vjen nga rinia. Më thënë të drejtën, ne na kanë kaluar më shumë, sepse kjo lloj proteste, të paktën edhe me çfarë kemi ndjekur, se pak a shumë ne jemi një brez, pra ndryshimi i sistemit na ka gjetë adoleshentë, por me çfarë kemi lexuar, me çfarë kemi dëgjuar, kjo është një protestë që mund të përngjaj protestave të 90-të, 91-shit. Prandaj e thash për 30 vjet. Pra, ne na vjen një energji kaq e bukur nga rinia e vendit ton. Unë mund ta kem pak edhe me ngarkesë emocionale faktin që jam larguar nga Shqipëria, ku u rita, u zhvillova profesionalisht, dhe më duhej që t'ikja për një siguri më të madhe për fëmijën tim, por unë nuk flas vetëm për veten time këtu. Unë flas për gjithë antarët e lëvizjes që unë bëj pjesë, apo për persona të tjerë në diasporë që kam diskutuar. Ne vërtet jemi fizikisht, po ne zemrën dhe syt i kemi në Shqipëri, dhe kishte një periudhë shumë të gjatë, Leonar, që po na dukej, edhe gjatë aktivizmit, po na dukej sikur ne ishim të vetëm. Edhe sikur ishim të ndryshëm, më absolutisht. Sikur po luftonim ne me mullin të erës, dhe nuk po na vinte ai lloj emocioni që e shohim tani. Patjetër, mbrapa perdeve kishin plot njerëz që na thoshin, ju lutem, flisni ju se ne nuk flasim dot. Por në të kundërt, tani po shohim që njerëzit kanë dalë në shesh, sepse kjo protest nuk është filloi vërtet ashtu si filloi. Shkëndija ishte në Nartë edhe në Zvërnas, por kjo protest nuk ishte specifikisht dhe nuk është specifikisht vetëm për atë projekt. Kjo protest kjo ajo bë shkak, me fjalë, sepse tani është ajo ishte shkëndija. Kjo ishte edhe për Jollin, kjo ishte edhe për onkologjikun, kjo është edhe për mungesën e sistemit shëndetësor të mirë në Shqipëri, kjo është po ashtu edhe për gjithë atë hallkën e arsimit që është prishur në Shqipëri. Kjo është dhe për ata mjekët që janë larguar në Gjermani, aty ku jeni juve, dhe për infermierët. Kjo është edhe kundra korrupsionit
galopant që ne po shohim nga sistemi. Shiko, në këtë protest më duket, jo më duket, por kam një bindje që gjithsecili gjen veten dhe gjithsecili del atje dhe thot atë çfarë shqetëson. Pra, atë kush është problemi i tij. Konglomerat, Leonard, kjo është një konglomerat apo një bashkim njerëzish që mund të jenë me ideologji të ndryshme, por kanë një të përbashkët në këndvështrimin tim. Kanë një të përbashkët që kërkojnë një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri më të qeverisur me dashuri nga ata që e marrin përsipër. Unë këtu e lexoj. Mund t'ju them, mund t'ju sjell pak në vëmendje, duke qenë që unë jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kam vënë edhe mbas deklaratave që kryeministri i Shqipërisë bëri në fillim të protestës, duke e lidhur këtë protestë të njerëzve me investimet e huaja, dhe unë do thosha shqiptarët nuk janë kundër investimeve të huaja. Shqiptarët ku ta gjenin të kishin një investim amerikan. Dhe këtë po ja u them si një person që ka punuar në sistem bankar, si një person që ka financuar projekte, si një person profesionist, dhe si një person që ka parë që shumë hallka kanë qenë të prishura. Dhe para se të vinte një investitor i huaj serioz, atëre duhet t'i kishe mbyllur që të gjitha këto elementet teknik dhe të dilje me një platformë serioze. Jo për alibi të përdorësh emrat e personave të njohur, dhe ndërkohë të thuash që unë jam shumë në rregull, po këta e kanë me këta dy, ndërkohë që s'është e vërtet. Okej. Shqiptarët nuk e kanë as me vajzën e Trumpit, nuk e kanë as me dhëndrin e Trumpit, por shqiptarët kërkojnë investime serioze. More, në fund të fundit ne do të mësohemi që jemi një shtet i pavarur, do të mësohemi që nuk ka rëndësi se kush është emri, por rëndësi ka kush është përfitimi i këtij investimi dhe sa i shërben Shqipërisë. Ne si shqiptar, po sigurisht, ne si shqiptar së pari kemi interesin ton si shtet. Absolutisht. Dhe pastaj, po patjetër, do ta vlerësonim një investim serioz. Okej, të angazhojmë pak dhe Sonila, shiko, një fjalë ju dhe mund të ndërhyni njëra me tjetër, mund të bëni, a kupton, nuk është problem, pra mos prit, por si është, sepse ne bashkë kemi qenë Ne bashkë kemi qenë edhe para një jave dhe jemi përpjek të kuptojmë diçka për fillimet e protestës, por si është tani në zonën ku jeton në Torino, kush është ajo, si thosh, lëvizja, sa janë shqiptarët të angazhuar që t'i bashkohen kësaj protestës, ose nëse ke ndonjë informacion nga shtypi italian, nëse ke lexuar diçka, pra si paraqitet atje. Po, patjetër. Atëherë, nga momenti që ka filluar protesta deri më sot, ka ndryshuar perspektiva, sepse sikur e shpjegoi mirë Jola, nuk bëhet fjalë më vetëm për aspektin natyror, për të cilën filloi protesta, por ditë mes dite protesta po zgjerohet më shumë, sepse njerëzit po dalin në shesh, njerëzit po kërkojnë të thonë ato që mendojnë, po kërkojnë të nxjerrin nga, si të themi, ato që kanë mbajtur për vite në bark, me fjalë të thjeshta, se unë në protesta Jola kam parë persona të gjitha gjeneratave, kam parë gjyshen, kam parë fëmijën, kam po shoh për ditë familjet, edhe me të thënë të vërtetën, diçka që më prek, që ka ngelur, është sepse unë jam, domethënë, shumë e re në Itali, edhe mbase nuk e kam kuptuar mirë se sa ishte i kalbur sistemi në Shqipëri. Nuk e kam kuptuar mirë të gjitha aspektet që janë futur në këtë
në këto tubime, do më thonë ka aspekte shumë të thella që shkojnë nga aspektet sociale, nga aspektet ekonomike, nga aspektet nga gjithë sektorat që përkasin menaxhimit publik. Do më thonë nuk është më një diçka e thjeshtë që mund të kufizohet në sektor, është multisektoriale edhe duhet trajtuar si e tillë, sepse zërat që dëgjoj unë në shesh, zërat që më shkruajnë mua, zërat që më vjen keq të mbledh kur jam në shesh, sidomos javën e kaluar ishte një mami, ishte një si mami im, besoj kishte 75 vjet, pak a shumë zonja, edhe më kërkoi të them diçka unë, sepse ajo nuk e thoshte dot, frikë që e zbulonin, që prishnin shtëpinë që ka ndërtuar nuk e di ku në Tiranë. Kjo është problemi i patronazhistëve. Kam ngelur aq keq sa ka aspekte që për karakterin që kam unë, për historinë time, për atë që kam pasur mundësi të shikoj në këto vite, më prekin shumë. Edhe kur nona më tha të them diçka që i përkiste banimeve që janë prishur, banimeve që njerëzit që kanë ngelur jashtë. E cilës zonë ishte? Ishte nga Allias në Tiranë. Allias në Tiranë. Është një zonë e Tiranës ku janë shembur shumë shtëpia. Më besoni unë i thash nënës që më vinte shumë keq, por nuk e thoja dot sepse nuk e imagjinoj kurrë që një shtet të shkoj të nxjerrë prindit tanë nga shtëpia që kemi prindit tanë nga shtëpia që kemi ndërtuar me shumë sakrifica për prindit tanë, sepse shumë prindit tanë, si prindit e mi, prindit e dikujt tjetër, janë shpërngulur nga fshati, kanë ardhur në qytet sepse në fshat nuk kishte mundësi të arrinte një ambulancë. Prindit e mi pikërisht unë flas për rast konkret, ishte pamundur në fshatin tim që të kishin ndihmë mjekësore, që të arrinte një ambulancë që të merrte personin, edhe pa dëshirë, sepse kush ka lindur në fshat nuk është e lehtë të spostohet, kanë shpopulluar fshatin. Ambulanca po është problem me qenë qytet me fjalë sepse s'po vjen jo më tjetër. Kemi dëgjuar raste në manifestime, Leonard, që mua më vjen turp, po të isha unë në shtet sot, po të isha unë në çfarëdo lloj pozite, edhe në çfarëdo lloj niveli të pushtetit, nuk do prisja as një sekondë do ta kisha dhënë unë ndërheqje, sepse në çfarëdo lloj vendi pune njerëzit vlerësojnë nga rezultati. Ke rezultatin për ato që ke premtuar, për ato për të cilën të kanë votuar? Po. Nuk e ke, nuk ka nevojë që do të thonë, është diçka e papërceptueshme. Kuptoj. E papërceptueshme që në tubime po hapet një thes aq i madh që unë se kisha idenë. Okej, të përfshim pak Jolën, se du të përfshim pak. Jo, po i mos e kemi kohën. Jola ditën e pati, ne kemi natën, kështu që rregull jemi. Është kënaqësi të dëgjoja Sonilën edhe këndvështrimin e saj, kështu që Sonila nuk ka problem fare. Me shumë kënaqësi po të ndjek. Jola, shife, duke patur parasysh që paktën ju keni një aktivitet të zgjeruar, pra përmes dhe lëvizjes diaspora për Shqipërinë e Lirë, dhe jeni ajo lëvizje që vazhdimisht keni këmbgulur me vite të tëra që diaspora të ketë drejtën e votës. Dhe madje para një muaji kisha dhe zotin Florian Haçkaj ku biseduam gjëra gjatë për këto tema, por nuk duhet të flas thjesht për temën e votës, për votës, sepse kjo tashmë ka marrë drejtimin e vet. Por duhet bëj një pyetje pak më ndryshe. A ekziston friga që diaspora të përdoret politikisht? Tani. Duke patur parasysh që diaspora vazhdimisht është parë si remitancë ekonomike, normale, a kupton.
Pastaj kur erdhi çështja e drejtës së votës, si thua, u përdor vetëm për remitancë të votave, nuk pat shumë hapësira, dhe diku dhe e kuptueshme me atë idenë që ishte hera e parë, por duke patur parasysh tani gjithë televizjet të mëdha dhe diaspora i shikojnë gjërat edhe më me gjakftësi, edhe më me logjik më të ftohtë se sa të jetosh atje. A ekziston kjo lloj frike? Leonard, është shumë faleminderit për pyetjen dhe Më falë se zgjata ndoshta pak tepër. Legjitime. Jo, është pyetje shumë legjitime. Unë në radhën e parë do doja që të bëja më shumë një përmbledhje të çfarë ne shohim edhe çfarë kërkohet nga ne si diaspora në këtë momentum. Si që solla edhe në fillim, këto janë lëvizje që ndodhin një herë në kaq kohë. Dhe diaspora, patjetër që kemi diasporë të re, kemi diasporë të vjetë, kemi atë diasporën që ka ikur për mundësi më të mëdha dhe kemi atë diasporën që ka ikur nga halli, siç dhe Sonila e përmendi, sepse nuk i ka shkuar rruga, nuk ka pas shkollim fëmija, nuk ka pas ambulanca, nuk ka pasur elementet kryesor që duhet ketë një njeri aty ku rritet, aty ku jeton. Dhe patjetër, duke qenë që kanë ikur për arsye të ndryshme, dhe varet shumë edhe nga sa të lidhur janë me vendin, në çfarë momenti të jetës së tyre janë. Kështu që ne diasporën do ta shohim shumë të gjerë. Nuk mund të themi që gjithë diaspora ka këtë prirje. Absolutisht nuk e themi dot. Në këndvështrimin tim dhe nga puna që ne kemi bërë, ne kemi parë që dhe diaspora që në momentin që ju dha e drejta e votës, filluan njerëzit ta konsideronin të rëndësishëm veten për vendin e tyre. Dhe thanë, ne kemi një instrument në dorë, instrument ligjor në dorë, që është vota. A pati probleme sistemi? Patjetër që pati. A pati procesi, a u lidhën gjitha hallkat? Jo, nuk u lidhën. Që aktualisht është ende në proces gjyqësor çfarë ndodhi me diasporën e Greqisë. Në gjithë këtë momentum të protestave, diaspora e Greqisë në këndvështrimin tim dhe në aq sa e kam ndjekur, qofse unë gabuar, nuk ka pas reagim. Pra, është një vend si Italia dhe Greqia që janë shumë afër Shqipërisë, jo më kot thash ta filloj Sonile, se kisha një synim për atë, sepse është një numër shumë i konsiderueshëm shqiptarësh. Absolutisht, atë kemi më shumë. Po, dhe në momentin që nuk ju shkon mesazhi aty, atëherë çfarë mund të pretendojmë ne për vende si Australia? Pra, do doja shumë që ta ndanim për cilën diasporë po flasim për atë të edukuarën, apo po flasim për atë që mezi nxjerr bukën e gojës edhe mendon për ditën. Sepse është një shprehje e bukur që çdo monitor i ka rrënjët në stomak. Absolutisht, por shiko, duke patur, se nuk është puna të mbesim thjeshtu, por diaspora ka atë pjesën sepse pak të mazhoranca qeverisëse ka qenë gjithmonë e angazhuar dhe ka qenë gjithmonë e mirë koordinuar me deg, me organizime edhe në diasporë. Pra është shfrytzuar, më duket ajo pika e dobët e njerëzve në diasporë, pika patriotike, ajo pika e dhënjes për familjarët, për njerëzit, mos të kursehet. Dhe tani me këtë lëvizje, pra që shpresojmë që kjo lëvizje të thyej sistemin, të çajë sistemin. Sepse me këtë sistem që është në Shqipëri, besoj që është gati e pamundur të bëhet ndryshime nëse nuk çahet ky sistem. Dhe këtu them tani ose si duhet diaspora të gjej veten. Atëherë, nga çfarë kam ndjekur unë, protesta në vetvete kërkon një sistem të ri kushtetues. Kërkon një
duke mbartur atë zhgënjimin nga gjithë ky sistemi politik i 35 viteve dhe betejat për mbijetesën i kanë nxjerr aty në shesh dhe është përcjell kjo fryma është përcjell të gjithë ne në diasporë dhe jam shumë shpresë plot që është nxitur një rreze brenda çdo shqiptari që jeton kudo që jeton. Ka pas një merit jashtëzakonshme kjo protestë. Dhe unë e mendoj që kjo është vetëm fillimi. Dhe të gjithë që jetojnë kudo në çdo vend të botës, atëre duhet kanë filluar që të marrin më shumë informacion. Ka shumë paqartësi, prandaj thash që varet të cila diasporë, ka shumë paqartësi për çfarë diskutohet dhe sipas grupit organizator dhe çfarë unë kam parë, atëherë është bërë një thirrje për një demokraci pjesëmarrëse. Të kthehet sovraniteti te qytetarët, të ndryshohet modeli aktual i qeverisjes dhe diaspora këtë element pikërisht tani duhet ta marrë, duhet ta përcjellë, duhet të pyesë veten, duhet të reflektojë me veten, duhet të reflektojë me veten dhe mund të thotë që si mund të kontribuoj unë më shumë që t'u jap një arsye këtyre të rinjve, minimalisht këtyre të rinjve mos ikin nga vendi, minimalisht. Pastaj, çfarë mund të bëj më mirë nga vendet ku është? Për të përcjell atë kulturën edukative, po themi, të sistemit ku ne jetojmë, të demokracive ku ne jetojmë. Sanila, shiko, si e shikon ti ose me ata që ju keni kontakt, sepse edhe ti je një aktiviste që tush shumë aty në Itali dhe si shikohet kjo pjesë e kësaj proteste, pra nëse bëhet kjo çarje e sistemit do faktorizohet diaspora italiane, pra diaspora e Shqipërisë në Itali? Shikohet me shumë, si kur tha Jola përpara, kemi diaspora të ndryshme, kemi gjenerata të ndryshme, kemi nivele ekonomike të ndryshme, edhe mbi të gjitha kemi përgjegjësi të ndryshme kundrejt Shqipërisë edhe kundrejt me sa kam parë unë, me sa shikoj unë në vitet e fundit, sidomos në këtë rrethon, që besoj që është një shpresë e bukur për të gjithë ne, është diçka që po nuk përfituam në këtë moment e nuk do të fitoj më, ndoshta është e fortë, po mendoj që ky është një moment shumë i rëndësishëm për të gjithë ne. Ajo që lexoj unë nëpërmjet njerëzve që shkruajnë për ditë në kanale sociale, për të gjithë duan të organizohen, si mund të ndihmojnë, si mund të bëjnë, çfarë po ndodh. Ditët e para filluan të flisnin, domethënë, kundër niveleve të larta, kurse tani edhe sistemi kundër niveleve të larta të politikës, me fjalë, kundër niveleve të larta të politikës në Shqipëri, të politikës në Shqipëri, po ditë mbas dite, moment mbas momenti, po ulet gjithmonë në nivele dhe po shkohet gjithmonë më thellë në sistem. Edhe sa më thellë të shkojmë në sistem, sa më shumë të kemi rast fillin në sheshe që janë me të vërtet për të ardhur shumë keq që ndodhin në Shqipëri këto gjëra, sepse Shqipëria ka mundësi që të krijojë jetë dinjitoze, në qoftë se heq anët negative për cilat jemi sot në shesh. Ajo që po ndodh tani konkrete është se në diasporë unë mendoj që edhe për ne që jetojmë në diasporë, nuk e di a është Jola dakord, po ndodh diçka edhe në psikologjinë tonë. Sepse shumë, mund të shpjegoj, shumë prej nesh nuk kanë hik për zgjedhje, kanë hikur nga halli.
okay? Patjetër. Kemi ikur nga halli edhe kemi qenë shumë të vegjël. Kemi qenë 18 vjeç, kemi qenë 14 vjeç, kemi qenë 16 vjeç, 20 vjeç. Edhe në vuajtjet tona, në momentet që ne kemi filluar të integrohemi në shoqërinë ku jetojmë sot, brenda nesh ka qenë ai zër që thoshte toka jo ka dhënë mundësinë, toka jo na ka braktisur për faktin që Shqipëri nuk ishte të ardhme, jam këtu, jam në vetmi, kthej andej. Edhe sot po del ajo që ne nuk kemi ikur pikërisht për zgjidhje, kemi ikur nga halli, po kemi jetuar vështirësi, edhe për ca vite kemi thënë, për ca vite në momentet e integrimit njeriu ka nevojë për shumë sforcë që të integrohet, dikush në shkollë, dikush me punë, dikush me familje. Kemi harruar pak aspektet e Shqipërisë, sikur thash përpara. Unë flas për veten time, për ato që po dëgjoj në sheshe, për ato që kanë lindur në vitet 80, ato që kanë lindur në vitet 85, për gjeneratën time, që kemi harruar për disa vite hallet e Shqipërisë, sepse ishin aq të mëdha hallet tona, që nuk arrinim që ti ju keni fjalën me fjalë që duke qenë një shoqëri, se mendoj që ky brez jonë është një brez post-traumatik. Absolutisht. Dhe është dhe vazhdon tash vazhdon ta shoh pak më me tram ndoshta atë pjesën e ndryshimit politik. Duhet diçka që duhet ta bëjmë të tonën, domethënë që kemi ikur, kemi vuajtur, jemi shqiptar, i kemi syt atje, i kemi rënë gjatë, jemi të gjithë në shesh, jemi të gjithë pranë shqiptarëve, kudo që janë, sido që janë, por gjenerata jonë ka pasur shumë vështirësi, se nga njëra anë ne ishim të huaj në Itali, të huaj jashtë shtetit e të huaj në Shqipëri. Edhe kjo ka qenë një vështirësi, sepse sa herë jemi kthyer në Shqipëri, gjëja e parë që takonim ishte korrupsioni. Edhe unë personalisht në raste mbarova, në shumë raste suesi është e mundur. Njeriu ka mall, kthehet një herë në vit në Shqipëri, vitet e para ktheheshin një herë në vit manie, dhe unë me udhëtime të vështira, edhe gjëja e parë që takonim policin që të kërkonte lekët. Edhe jemi larguar pak kjo kultura politika, sistemi korruptuar na ka larguar, sepse shpesh kemi dëgjuar Shqipëria nuk ndryshon. Sot Shqipëria ndryshon, do ndryshoj, sepse nëse nuk ndryshon tani është e vështirë. Për ato jemi në shesh, për ato jemi këtu, për ato po flasim në të gjithë kanalet, sepse Shqipëria ndryshon, Shqipëria bëhet, varet nga ne nëse duam të ndryshojmë Shqipërinë. Çuditërisht. Jola, nuk e di sa ndoqe Sonilën, por dhe doja ta lidhja pikërisht këtu. Është një apel për të ngritur vëmendjen që shumë shqiptar nuk janë larguar me dëshirë, por janë dëbuar. Unë kështu e lexova. Absolutisht, këtu desha ta lidhja pa që jam te perspektiva e Sonilës, sepse unë kam ikur te 40-at e mia. Sonila ka ikur 8-20 apo 18 vjeç, patjetër që prandaj ju thash që ka një pamje në momentin që i drejtohemi diasporës shqiptare, atëherë varet shumë edhe nga cikli i tyre. Në momentin që kanë ikur, këtë desha të diskutoja me ty. Po, tani këtë desha pra pikërisht këtë që tha Sonila, pra duke patur parasysh që diaspora ka ardhur me fjalë në mënyra të ndryshme dhe në breza të ndryshme ose mosh të ndryshme, nëse mund ta themi. Dhe tani, ne nuk është puna të bëjmë një trajtim psikologjik apo një trajtim social, por në fund ditës duhet parë dhe kjo pjesë. Sa do arrijë, sepse është fjalë e madhe këtu diaspor, por diaspora është me shtresa, ka stresat e veta, dhe sa mendon që mund të arrijmë ne pikërisht këto shtresa ti bëjmë sa më të njëtrajtshme, pra duke patur parasysh edhe brezin e ri që është në diasporë. Leonardo, unë them që nuk ka zgjidhje pa analizuar mirë problemet. Edhe arsyet.
por jo vetëm për arsyen se kemi ikur ne, por për tranzicionin që ka pas Shqipëria këto 35 vite. Eksakt. Dhe që këtu fillon analiza. Dhe ne të gjithë, jo vetëm sot, po gjithë kohën si qytetar të angazhuar, ne kemi thënë që Shqipërisë duhet një demokraci duke ndërtuar një administratë në shërbim të popullit. Jo në shërbim të partisë. Dhe partitë deri më sot e kanë ndarë popullin si në vend e në diasporë. Dhe në diasporë ne shikojmë një polarizim dhe duke qenë që rendin mbas jetës edhe e kanë të pamundur, do të shpreh edhe këtë pjesën, e kanë të pamundur të ndjekin çdo lajm që vjen nga vendi, shpeshherë ngelen te retorika e partive. Dhe kjo është një element për të diskutuar. Ne zgjedhjet elektorale të 2025-s i kemi ndjekur me shumë interes, duke qenë që ishim dhe një grup që advokuan fort diasporës dhe prisnim minimalisht që të kishte një përqasje tjetër nga politika në Tiranë. Ndërkohë pam dy parti të majorancës dhe opozitën në një pozicion shumë rehat. Pam partitë e vogla që pavarësisht se po strapacoheshin në mendimin e tyre për të siguruar vota, nuk e patën dëshirën që të linin pas ato egot personale dhe të bashkëpunonin me njëri tjetrin, dhe ja ku jemi. Ne si diasporë nga ana tjetër shpresuam që vota diasporës do ishte një votë e lirë dhe do ishte pa manipuluar, kur ndërkohë pam që Partia Socialiste patjetër i kishte akseset dhe filloi ndezi motorët, kështu që filloi të kontaktonin njerëzit dhe duke qenë në pozitë ja dha aksesin që të paraqitej e fuqishme para atyre personave që ata ndikuan. Nga ana tjetër një opozitë që presin ç'a do marri kryetari, ç'a votash me kryetari. Eksakt. Të bëjnë individualisht, pavarësisht që kam respekt për disa prej tyre, jo nuk I fus të gjithë në një thes, por tani momenti më duket shumë I mirë që të gjithë t'i thrasin më dhe t'i lën pas ato egot personale dhe të lën pas atë ndjekjen e kryetarit, por të thonë çfarë mund të bëj unë, çfarë mund të ofroj unë. Unë nuk e shoh ndërveprimin politik apo futje në politik si përfitim. Jo, ajo është përgjithësi, me ka po të shofësh tani ajo është përgjithësi, po. Por çfarë na vjen nga deputetë të ndryshëm, ai fodullëku, ajo aroganca, ajo mungesa e komunikimit, atëherë unë do thosha që këta më duket se kanë keq kuptuar ç'a kontrate kanë me popullin. Kontrata politike në rast të parë të kërkon të jesh me popullin për popullin. Se rregull, po. Më vjen mirë pra më shkruajnë disa miq të mi që po udhtojnë për Shqipëri për të bashkangjitur nesër protestës së diasporës në Shqipëri, dhe unë jam shumë mirënjohës atyre sepse po na ndjekin live përmes radios. Përshëndesim, na kanë frymëzuar. Faleminderit. Dhe më shkruajnë përshëndetje, thot zonjat shumë përzemërsisht, dhe me të vërtet shpreha që duhet të ndryshohet sistemi me kushtetutë, sepse për ndryshe ne s'kemi fituar asgjë nëse nuk ndryshojmë disa nene në kushtetutë. Hajde rrugë të mbarë herë dhe inshallah faqe bardhë dhe mos u ktheni në Evropë pa rëzu qeverinë. Bravo. Leonard, këtu mundoja të dedikoja dy fjalë atyre që janë në rrugë, në çështë. Tani këtu desha të thosha, pra sepse ti më shkruajte pak më parë që ke diçka për të përshëndetur njerëzit që janë organizuar. Të gjithë ndërtimtarë që janë në rrugë. Me kënaqësi Sonila. Nëse është e mundur. Patjetër, Atëherë, kanë shkruar dy rreshta sepse kjo që po ndodh më emocionon shumë.
Edhe është diçka magjike që po ndodh për ato që kuptojnë. Të shpesojnë. Po na bashkon, po na thotë që ka mundësi të ndryshojë Shqipëria, edhe të nisemi nga gjërat e thjeshta për të arritur të gjërat e vështira. Atëherë, të gjithë udhëtarëve që janë në rrugë, të gjithë shqiptarëve që kanë lënë punën e tyre, kanë lënë familjet e tyre, kanë lënë angazhimet e tyre dhe po sjellin prezencën e tyre në shesh, unë do të dedikoj këtë poezi që kam shkruar për ato. O gjysh, si je? Si duke Shqipëria nga ret? E bukur apo jo? Me mall, me dhimbje, po me dinjitet. O sa jemi o gjysh, për ditë e më shumë. Flamuj shqiptar në botë o gjysh, në për rrugë. Po ngjyrosin me shpresë. Një shoqëri të zbetë që kalon të kohën me thashetheme kafene. E gjithë shokët e tu o gjysh kanë lënë vigjos e janë në protest. Fëmijët në karroca rriten në protest. Të rinjve të sytë ju bëjnë dritë. O gjysh, nuk ka fjalë me shpreh qa po ndodh. Zëri i mërgjimtarit në botë është kthyer në lot. Lot krenarie, lot malli, lot Shqipërie. Sheshet e botës dëgjojnë zërin shqiptar. Shqipëria nuk është në shitje. Askush nuk do ne kthej në vitet e errëta. Po askush nuk do guxoj më të trajtoj Shqipërinë si shtet bananesh. Leku nuk blen dinjitetin. Gjithë rrugët dërgojnë në Shqipëri sot o gjyshim. O sa mirë me qenë shqiptar, mbroj nga larg bitë tu që janë për rrugë Shqipërinë me bërë më të bukur. Faleminderit për sinqerisht për mesazhin. Sinqerisht faleminderit për mesazhin. Të mbarë të gjithëve. Dhe me zemër uroj të gjithëve, sepse nuk është kollajt jo thjesht të bësh rrugë gjitha të rrugë të gjatë, sepse të Evropës, po i bie të lësh ditën e punës, i bie pra janë shumë gjëra që duhet njeriu të menjanoj dhe për të shkuar, por të shpresojmë që kjo shpresë pra të mos të ngelet thjesht shpresë, por të bëhet diçka reale dhe të përjetojmë Shqipërinë ndryshe. Si ndihet në SBA Jola? Sepse duket se diaspora e shqiptarëve pra në Amerikë është ndoshta pak më ndryshe se sa kjo e Evropës. Duke patur parasysh historinë e diasporës shqiptare në Amerikë, pa që është më e bashkuar, ka më shumë lobingje, lobohet. Si është në këtë radhë, marrë sa ke patur mundësi ta ndjekësh ose të kesh kontakte? Leonard, unë e solla pak më përpara që në nisje po në sillo dhe njerë më jona tani që po sigurisht, por doja vetëm që të bëja një lidhje mes diskutimit që bëra në fillim edhe pyetjes tuaj. Thirrja për protest në Amerikë ka ardhur nga një grup të rinj, që unë i falenderoj shumë. Kanë krijuar grupimet e tyre në WhatsApp edhe organizohen dhe shpreh një dëshirë shumë të madhe për të qenë pjesëmarrës në atë aktivitetin politik në Shqipëri, në atë puzzle-in e madh politik në Shqipëri, dhe kjo ka bërë zemrën mal. Por, në të njëjtën kohë, siç ju thash, është kjo diaspora e re, është dhe diaspora e vjetër. Diaspora e vjetër ka qenë ajo diasporë që ka angazhuar gjithë komunitetin si për çështjet kryesisht kanë qenë në mbështetje të çështjes së Kosovës. Dhe ka pas një lobim të jashtëzakonshëm në mbështetje të motrave dhe vëllezërve ta në Kosovë. Por nuk vjen e njëjta gjë tani. Unë i referohem dhe një shkrimi që kam bërë, që ju mund ta keni lexuar, duke ju drejtuar organizatave shqiptare në komunitetin tonë. Unë thash që kam pasur fatin të kem qenë pjesë e këtyre organizimeve
dhe kam njohur një numër të konsiderueshëm të aktivistëve të vjetër. Kam qenë prezente në protesta të tjera që ne kemi bërë, po patjetër e kemi bërë për të ngritur zërin kundër krimeve që ende nuk njohur në Kosovë. Por çfarë më erdhi keq ishte se pikërisht këta aktivistë të vjetër unë nuk i pash aty ku të rinjtë e Shqipërisë thrisnin që ne kemi 100 probleme. Atëre qëndrëtja për çfarë arsye? Dhe një ndër arsyet që unë mendoj është pikërisht ajo çfarë i ka ardhur nga Tirana zyrtare. I ka ardhur nga Tirana zyrtare apo nga shtypi mediatik ndërkombëtar që kjo protest është kundër investimit të Ivanka Trump dhe Jared Kushner, gjë që nuk është e vërtetë. Prandaj e nisa dhe deklaratën time për duke renditur arsyet që vetë ata protestues po na sjellin. Unë kam ndjekur dhe deklaratat e ardhura edhe nga përfaqësuesja e ambasadës të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri dhe në deklaratën e saj ishte e qartë e bardha, ishte shumë e qartë se çfarë shkruaj dhe çfarë thuhej. Pra, thuhej që investimet e huaja janë domosdoshmëri për Shqipërinë, por gjithmonë duke u mbështetur te standardet ndërkombëtare. Dhe atë që grupi ekspertëve apo gjithë ne kemi thënë, ne jemi pro zhvillimit, ne jemi pro investimeve, ne duam një Shqipëri më të mirë, patjetër. Nuk duam një Shqipëri tymi, po duam një Shqipëri që hallkat i ketë të lidhura dhe ne mos të themi që ndërtuam një resort, po nuk quam rrugën. Ndërtuam siç ndodh rëndom. Absolutisht, Mund t'i marr me shembull sepse unë pavarësisht se jetoj në Amerikë, unë çdo vit shkoj te shtëpia ime atje. Po kemi edhe njerëz tonë atje në që flasim, komunikojmë. Dim. Dhe çfarë problematikash ka? Kur ndërkohë shitet një vil 2 milion euro dhe nuk ka rrugë për të shkuar në atë resort. Atëherë për çfarë zhvillimi po flasim? Po flasim për ligje klienteliste, apo po flasim për një sistem të mirë rregulluar edhe të mirë ndërtuar, ku mos të lëm asnjë hall të shoqërisë pa përfshirë? Kjo është pyetja. Prandaj unë kam bërë thirrje te aktivistët në Amerikë që ta shohin qartë për çfarë është kjo protestë. Një pjesë të tyre e kuptojnë, një pjesë të tyre nuk e kuptojnë ende. Mua po bëhet zemra mal, sepse po më shkruajnë dhe nuk e di sa është e vërtet, po shpresoj të jetë e vërtet, sepse thot jemi mbi 150 makina, thot autokolon, thot sa jemi në gjysmën të Kroacisë. Me fjalë Leonard, thot respekt dhe përshëndetje, thot për zonjat, rrugë mbarë zot. Më pak të përshkruajnë janë 2000 që janë për rrugë, po më shkruajnë, por ta përjetoja aty nga Shqipëria këtë emocion. Absolutisht. Pas kanë patur edhe disa shoqërime nga këta patronozhistët e famshëm. Gjithsesi, bëni kujdes, mikoj, bëni kujdes. Jemi me ju, kudo që të jeni në çfarë do lloj pike të rrugës. Po të kishim mundësi do ishim aty unë, Jola, Leonardi, është diçka shumë e bukur. Dikur iknin me gumone nga Shqipëria, tani ikim me flamur dhe është diçka që është shumë e bukur. Diçka që sa ndjen flamurin në shqiptarët Sunila? E ndjen shumë sepse diçka që është konkrete është se ndoshta ndryshe nga ajo që tha Jola, këtu në Itali ne jemi më afër me Shqipërinë. Edhe është shumë bukur sepse në sheshet nuk ka vetëm shqiptar, ka italian që na pyesin, ka italian që na falenderojnë, ka italian që thotë që jeni shembull. Institucioni italian më kanë shkruar disa herë duke më thënë si mund të ju ndihmojmë. Policia radhët e fundit ka ardhur ka thënë
ne kemi parë se si silleni, e kemi parë se çfarë respekti, çfarë edukate keni. Ne jemi këtu, po patët nevojë jemi, po t'i lajmë të gjithë ato makinat të ikën në punë sepse ju organizohi vetë, me edukat, janë bashkuar me ne. Edhe gjëja më e bukur që ka qenë javën që kaloi, sepse na kërkuar një flamur shqiptar, që donin ta vinin me flamujt e tjerë që kanë bërë manifestime në Turinë, edhe njëri nga manifestimet më të bukura, më të ngjyrosura ishte e Joni. Si kur thoshte Jola përpara, në sheshe kemi shumë student që Kjo kanë është pjesa më e bukur që në fjalë, rinia. që duhen të kthehen në Shqipëri, po studiojnë këtu dhe duhen të kthehen në Shqipëri, po jo në Shqipërinë që në situatën që është aktualisht, në situatën që mendojmë, ato që mendojmë të gjithë, ku menaxhimi i publikut nuk është për pak, është për shumë, edhe ndjek rregulla si në gjithë shtetet e Europës ku jetojmë. Edhe ato që po thonë rinia me pankartë është diçka shumë e bukur, shumë e thjeshtë edhe shumë e bukur. Sepse nuk edhe pa fjalë po thonë mendimet e tyre janë në pankarta, mendimet e tyre janë studenta që organizojnë takime. Para një jave, më që shokapim shtunën apo dielën, keni patur një tubim ju atje. Ishte vështirë të organizohen shqiptarët, apo shikonit atë forcën, atë, si thosh, atë dëshirën e madhe për të ardhur ky ndryshim në Shqipëri? Nuk ishte e vështirë fare. Kemi organizuar takimin për 2 ditë. Pikë parë sepse institucionet, sikur thash, na ndihmojnë edhe na kanë ndihmuar në marrjen e lejeve. Edhe në këtë pikë dua të them të gjithë personave që dëgjojnë, që kam dëgjuar që shumë persona në Itali duan të organizojnë, por nuk e dinë se si funksionon, ku të drejtohen, çfarë leje duhet të marrë. Në qoftë se kanë nevojë për informacion, në qoftë se kanë nevojë ndihmë për të plotësuar formularët, për plotësuar kërkesat, Diaspora Piemonte është në dispozicion. Edhe mund t'i ndihmojmë me informacione, me këshilla, me sugjerime. Për shembull, formularin e parë nuk dinim se si ta bënim kërkesën, edhe bëm thjesht një tubim vetëm me pankarta. Duke bërë eksperiencë, filluam të shtojmë autopolantin, filluam të shtojmë pak muzikë normal. Shqiptari kur do organizohet e gjem një orë. Absolutisht, edhe diçka e bukur që po ndodh në Itali që më pëlqen shumë, sepse opinioni publik italian ndjek shqiptarët, pëlqejnë shqiptarët edhe të shpresojmë që ka ndryshuar, po na shikojnë si shembull. Po të shpresojmë që të jetë ajo të na shikojë si shembull pozitiv, sepse më thon të drejtën shqiptarët në Itali nuk është më parë në vazhdimsi si njerëz pozitiv, por janë parë edhe si njerëz me probleme. Jola, nëse më lejon, do të bëj një pyetje, nuk e di sa ke patur mundësi ta ndjekësh, sepse normalisht se ju e thatë më përpara që jo gjitha mund të i ndjekin gjitha lajmet. Por nuk e di, ajo ka bërë përshtypje ju që trupi diplomatik në Tiranë ka ndejt i heshtur në këtë protestë. Nuk kemi patur thirrje edhe nga ambasada amerikane që të bëjë thirrje shtetëse vetë mos kaloni nga protesta, apo pothuajse nuk kanë reaguar fare trupi diplomatik. Si mund të lexohet kjo heshtje e tyre? Ky është një sinjal shumë i mirë, Leonard. Unë e lexoj si një sinjal shumë pozitiv, sepse protesta ishte shumë qytetare. Protesta përcolli një model që nuk e kemi parë më përpara te protestat e tjera. Ne mund të kemi parë aty, ne mund të kemi parë gjëra që protestues që shkonin dhe dëmtonin asete kombëtare, ndërkohë që nuk kemi parë asnjëherë një protestë që fëmijët të rinin të luanin, të kënaqeshin, policë që përqafoheshin me fëmijë, të rinj të reja që jep
një pamje shumë të bukur sikur po shkonin në një event dhe Absolutisht. jo si protesta që kemi parë më përpara. Jashtëzakonisht Absolutisht, kanë qenë protesta me fjalë të qarta dhe me qëllime të qarta, por jo të dhunshme, po themi. Bashkëmbledhëse kanë qenë tubime bashkëmbledhëse Leonard. Edhe ajo që pëlqen sepse dhe territoret po jetojnë mirë dhe javë për javë që na shohin shtohen më shumë me protestën tonë. Më duket se Jola nuk Po duket se është larguar, po shpresoj që Bledi do bëj të kthehet. të lidhet. Ajo që po ndodh në Itali, që besoj të ndodhi në të gjithë qytetet e tjera evropian, që televizoret në shtypi po i shtohen protestave tona, edhe po thonë që janë me shqiptarë, që janë me këtë model manifestimi. Edhe është megjithëmen kënaqësi që institucionet po interesohen, po kërkojnë të dëgjojnë diasporën, po japin hapësirë, sepse ne duhet të falenderojmë institucionet që japin hapësirë çdo javë, sepse do thotë që për shembull një qytet si Torino, shumë makina të policisë do vijnë në dispozicion për manifestimin. Domethënë, ne i falenderojmë institucionet sepse nuk është e lehtë që çdo javë në Torino. Tani do jemi në tubimin e tretë me datë 21, kemi programuar tubimin pas nesër, pikërisht organizuar nga studentët në Torino, do marrim pjesë të gjithë si zakonisht. Me datë 28 kemi programuar tubimin tjetër. Në Novara, një qytet në Piemonte, ka pas nesër tubim, domethënë Piemonte është shumë aktive, ashtu sikur është Milano, ashtu sikur janë gjithë qytetet e tjera, edhe të gjithë po organizohen me sa ka mundësi, si ka mundësi në qytetet të mëdha, në qytetet të vogla, bazdite gjatë javës, ditën e diel, ditën e shtunë, edhe kjo po ndodh sepse kemi, sikur thash, edhe mbështetjen e institucioneve italiane, edhe fakti që tani po flitet në radio, në shtyp, që shumë gazetarë po marrin atë ka bërë përshtypje me fjalë, sepse më thënë të drejtën vërtet, po duke patur parasysh që ka kudo probleme në përbot, me fjalë luftra, probleme, pra dhe mediat ndërkombëtare, mediat më të mëdha vazhdojnë dhe madje japin dhe live protestën. Si do e komentoje Sonila? Pra kemi Për mua është kemi arritur një nivel të lartë organizimi. Sikur sa dhe Jola përpara, janë manifestime aq të qeta, aq të bukura, aq të ngjyrosura, me fëmijët që ulen, ngjyrosin flamujt, që flasin shqip, që komunikojnë me njëri tjetrin, është edhe një moment takimi. Ne po takojmë edhe njëri tjetrin, po njihemi në tubime, po rriten në tubime, po zhvillojmë idetë në tubime, po nisim diçka të re, po krijojmë komunitet. Në këto tubime, për shembull, është e qartë ajo kërkesa që të hapen shkolla shqipe sa më shumë në diasporë, që të ketë pika komuniteti sa më shumë në diasporë, që të organizohet diaspora, që organizatorët e diasporës të flasin mes tyre, të krijohet një rrjet sa më i gjerë që shqiptarët të kenë një pikë komunitet. Me duket se është kthyer Jola. Jola më dëgjon? Ju kërkoj ndjes, ishte një problem teknik, po ndodh kjo në lidhje. Shiko, të kesh të bësh me Amerikën, me fjalë thash, Amerika bën rromuj një botë të tërë, jo ne këtu, e kupton. Amerika nuk bën rromuj, më lejo të korrigjoj. Amerika rregullon procesa. Unë jam shumë proud që jam këtu, jam shumë e lumtur që jam këtu dhe jam shumë e lumtur që kam mundësi të jap pak mbështetje për Shqipërinë pikërisht. Për Shqipërinë po, por kam patur një mik timin, më thoshte, thoshte pse s'ka probleme në Amerikë, po pse thosh s'ka probleme në Amerikë, po sepse në Amerikë nuk ka ambasadë amerikane. Kështu që është gabuar si term, në Amerikë ka shumë probleme, tani të them unë se sa probleme kam unë, hasun të ato të duar.
Po Jola, pra e kishim si e keni lexuar, nëse keni patë mundësi pra të ndiqni në të përgjithshme, po themi informacionet apo të përcjellni lajmet, si e keni lexuar heshtjen e trupit diplomatik? Ka qenë e lexuar shumë qartë, shumë bukur sinjal demokracie. Kryeministri solli një qasje të çfarë vendosi Bashkimi Evropian, ndërkohë që nuk e tha qasjen në saktë. Bashkimi Evropian ishte shumë i qartë në vendimin mbi projektin dhe pikërisht ata kanë falenderuar qytetarët shqiptar që kanë ngritur zërin për të mbrojtur jo vetëm mjedisin në Shqipëri, por si pjesë e gjithë Evropës mbar. Kështu që unë kështu e kam lexuar. Absolutisht. Absolutisht dhe po flasin shumë edhe institucionet në Itali për këtë fakt, sepse nuk ajo që po bëhet në Shqipëri nuk është vetëm për mjedisin në Shqipëri, është për gjithë mjedisin evropian, sepse në qoftë se ne po flasim për nuk po flasim vetëm për nartën sikur sa më përpara, po flasim në përgjithësi. Edhe në qoftë se duam të futemi në Europë, duhet të respektojmë rregullat minimale ambientale e të gjithë aspektet e tjera që folëm përpara. Edhe ka pasur europarlamentare italian që kanë mbrojtur me shumë forcë pozicionin, sepse e kanë lexuar shumë mirë protestën, është një mesazh më shumë se një protestë, është një mesazh. Është një mesazh shprehse mes errësirës, sepse në botë, sikur them mes rigëve, themi në Itali, ka luftra, kemi probleme, kemi domethënë ato që dim gjithë. Ato ngjyrat që po shohim në Shqipëri, tubimet që po shohim në Shqipëri, rininë që po shohim në Shqipëri, që nuk po kërkon tjetër veç se shpresë që të mbetet atje, që të punojë atje. Sepse ne kemi ikur, por rinia atje nuk duhet të iku, duhet të rri aty, se janë të gjithë të shkolluar, të japi kontributin, të krijojë një sistem më të mirë për veten edhe për ne që kthehemi që jemi shqiptar. Dhe ne të shpresojmë që të jemi kontributor të denjë të kësaj lëvizje. Leonardo, unë kam një pak a shumë një apel për diasporën jo aktive, sepse diasporën aktive dhe Sonila e përmendi, edhe shumë mirënjohje edhe ju dhe gjithë media që e ka sjell në vëmendje, por për diasporën jo aktive unë them kjo është dita që nuk ka vend për një herë tjetër. Ky është një moment shumë vendimtar. Është një moment, ashtu siç ju e përmendet, ka lidhje me identitetin, ka lidhje me vendin ton, ka lidhje me zhvillimin e vendit ton, ka lidhje me të ardhmen, ka lidhje me rritjen atje, por ka lidhje dhe me brezat që kanë lindur jashtë, por nesër si fëmijët tanë, por nesër mund të kthehen në ato tokat e të parëve tanë dhe të jetojnë me dinjitet. Unë më bë zemra mal që është ky moment, por aman dhe nuk duhet të jemi naiv, nuk duhet të tregohemi naiv. Për arsye kjo është ajo që unë kam pak më frikë, të naivitetin. Duhet të kanalizohet institucionalisht me reforma. Patjetër që rinia është e papërsëritshme në atë pasionin që tregon, por duhen ulur dhe duhet diskutuar cilat janë reformat që ne këto t'i kanalizojmë në zgjidhje. Madje do thosha këtë, nëse i bashkohem këtij apelit tënd, do thosha këtë që unë mendoj që kjo është një mundësi, nuk duhet të them e fundit, por ndoshta edhe e fundit mund të jetë, duke patur parasysh që ne me ai brezi ndërmjetën. Nëse edhe tani ne nuk arrim të bëjmë një ndryshim, komplet ky brezi i ri që është diaspor do krijojë një shkputje të madhe pasaj me vendlindjen. Do jetë shumë e vështirë që të ndërlidhet me vendlindjen. Se nuk bëhet thjesht fjalë për shqiptarët që janë në Shqipëri. Do të kemi parasysh se nëse thuhet janë 1,5 milionë, 2 milionë shqiptarë jashtë, pra
është 50% e popullsisë jashtë. Jemi gjysma, Jemi Leonardo. gjysma jashtë. Po, dhe qëse edhe Brezion, mi fjalë, nuk e bën dhe këtë përçapje edhe këtë sforco, pastaj nuk kemi pse pretendojmë tek fëmijët tanë, tek ky Brez i ri në diasporë. Sepse nuk kemi më emigrant ekonomik. Tashmë jemi emigrant intelekt. Sot ka emigruar truri, sot kemi po ikin njerëz me inteligjencë, me intelekt, kemi brez që arsimot këtu dhe pastaj e shoh shumë të vështirë ndërlidhje. Diaspora, siç e përmendë Leonard, është shumë e rëndësishme, është gjysma jashtë dhe ne jemi pjesë e zgjidhjes. Ne duhet të vim me zgjidhje konkrete. Patjetër është shumë e bukur të përjetosh gjithë të emocion, por këto duhen hedhë në letër, sepse në të kundërt që të gjitha pastaj do t'i mbuloj pluri. Do më lexosh të lexoj, më shkruan një nga Franca, më thot Leonard, përshëndetje, thot respekte për të dy zonjat dhe po më vjen mirë, thot që sonde që nga dy zonja në diasporë dhe aktivistët thot që po komunikojnë për protestën. Do doja thot një mendim nga zonjat, sepse po vërej që gjinia femërore vazhdon akoma të diskriminohet apo të lihet si mbasdore, qoftë edhe tani nga shoqëria, nga meshkujt apo nga burrat, po i themi. Është thot si është gjinia femërore thot në organizim apo si është gjinia femërore thot në diasporë, çfarë duhet dhe si duhet thot që ajo të këtë angazhim. Më falë se te lexoj live, se më ka dërguar në Messenger. Por kjo është Zoj. Asgjë. Kjo është Zoj në fjalë që shkruan, tani unë mendimi juaj. Unë mendoj që siç e diskutuam që diaspora ka shumë ngjyrime. Është një mozaik shumë i bukur që ne na vjen. Dhe është e vërtet që zëri femëror nuk ka qenë aq i përfaqësuar. Më lejo të ndaj vetëm një momentimin pa ju dhënë emra. Kam qenë e ftuar në një aktivitet të aktivistëve të vjetër dhe thash patjetër me kënaqësi. Aktiviteti ishte në Manhattan, në një ambient shumë të mirë dhe në momentin që unë shkova, gjeta 40 burra dhe vetëm unë femër. Mirë, pas e qenë privilegjuar. Nuk di si ta quaj, por në momentin që më erdhi radha që unë të prezantohem, këtu po flasim për ndoshta 2024-ën ose 2023-shin. Dhe në momentin kur unë bëra një prezantim të vetes dhe ju janë drejtuar me shumë respekt, dhe i kam thënë që shoh që zonjat i pas keni lënë të zgjidhin hallet më të mëdhaja edhe gjithë punët tuaja, edhe ju burrat keni ardhur të kuvendoni, po nuk e di nëse unë kam bërë mirë që kam ardhur apo jo. Dhe nga një zotëri që respektoj dhe vlerësoj shumë, që është një aktivist i shuar në New York, më është thënë të lumshin këmbët edhe ke bërë shumë mirë dhe po përfaqëson të gjitha ato. Ti se di këtë tjetër me fjalë që burrat si pyesin gratë për çfarë thonë gratë bëjnë, pra ata komendojnë, pa ma fillën gratë. Nuk e di, unë ai bashkëshorti im më beson që t'i bëj të dyja për te shakas, por më thotë të drejtën është ti the diaspora domosdoshmë që është me shumë ngjyra, por unë e shoh që në diasporë ka vazhdon dhe ka mbet shumë ai mentaliteti apo ajo mendësia e trashëguar e Shqipërisë. Ne duhet të jetojmë në Perëndim, por duhet të jetojmë me mentalitet shqiptar. Dhe ne duam të ndërtojmë familje, por duam të jemi zotër. Problemi është që ne asnjëherë nuk po dim të kuptojmë që tu nuk jemi për të plotësuar njëri tjetrin. Tu jemi për të qenë me krah të njëri tjetrit, pra qoftë gruaja, qoftë burri. Pra duhet të respektohet, jo thjesht respektohet, por ka të drejtën e vet të jetë aktiv në atë çfarë mendon që mund ta bëj.
mund të vi dhe një problem patjetër në aspektin sociologjik se si ka kaluar edhe si ka ardhur historia deri në këtë ditë, ku ka qenë ai kuvendi burrave dhe gratë nuk ishin aty pjesëmarrëse, por ka vite dritë që ka ndryshuar kjo perspektivë. Por unë mendoj edhe diçka tjetër. Duke qenë që gratë janë ato që mund të drejtohen në elemente të tjera apo në aktivitete të tjera, nuk e kanë mbajtur veten jashtë politikës dhe unë shpesh e kam thënë dhe në diskutimet e mia, duket sikur politika ka kostum burror dhe nuk ka veshje elegante femre. Tani kjo qofsha unë e gabuar, po të paktën unë kështu e kam parë shumë e vështirë për një grua që të jetë pjesë aktive e politikës. Unë i vlerësoj shumë që e kanë marrë përsipër. Praktikisht ju të dyja keni studiuar ekonominë, keni studiuar shkencët ekonomike dhe të drejtën sociale. Aty jeni okay, ja kupton, por okay. Leonard, këtu do të thoja diçka nëse patjetër. Përket grave. Përsa i përket grave, rruga është shumë e gjatë. E dim gjithë shumë mirë, është e kohë që ta fshehim. Rruga është shumë e gjatë sepse kemi bërë rrugë, jemi në diaspor, po kemi sjell mbrapa kulturën shqiptare në disa aspekte e kufizon të gruan. Por doja të silja eksperiencë pozitive time këtu në Piemonte, ku gratë janë shumë aktive në shoqata, janë shumë aktive në tubimet e fundit, madje gratë kanë qenë shumë më të shpejta në aktivitet, shumë gati në të gjithë, në organizimin, në pjesëmarrjen, në aktivitetet, në ndarjen e detyrave. Gratë duan të flasin, gratë duan që të dëgjohet zëri i tyre. Gratë duan që zëri tyre të dalë në shesh, në parlament, në gjithë institucionet. Pra kemi gratë që janë aktive, kemi gratë që kanë studiuar edhe mbi të gjitha. E kam parasysh shoqatën tuaj, më fjalë sepse ASO Albania. Jo, po them si absolutisht. Mirë organizuar. Po ka shoqata të tjera, ka shumë shoqata të tjera ku pjesëmarrja e grave është shumë më lartë se sa pjesëmarrja e burrave. Okej. Mos më sulmoni mua ju dy, asum pyetjen e një gruaje bërë. Jo, nuk është absolutisht sulmim, është diçka, është për të lexuar pozitivisht senjalin që po vjen nga tubimet. Për eksperiencën time që kam parë në vitet e fundit, për eksperiencën e javëve të fundit, janë pjesë shumë aktive. Gratë duan që të thonë ato që mendojnë, gratë duan që të kenë vendin e duar, duan që të vendosin. Nuk janë më gratë si më përpara që të vendosin tjerët për gratë. Madje gratë janë ato që po japin një ndihmë të madhe kësaj që po ndos. Janë pjesë shumë aktive. Pa diskutim. Edhe duhet falenderuar të gjithë gratë që janë në shesh, nëna me bebe, me fëmijë të vegjël. Po rrisi fëmijët në shesh, janë gra shtatzanë në shesh, janë gra që janë në social, gra që me fëmijë të vinë në shesh, fëmijë të vegjël që flejnë në shesh, fëmijë të vegjël që ushqejnë në shesh. Gratë janë shumë pjesë aktive. Edhe madje janë pjesa më e zgjuar e kësaj që po ndodh, sepse nuk është si ofendim, po vazhdo. Më fal të ndërhyj. Unë nuk do thosha janë pjesa më e zgjuar. E kishe shumë bukur që janë pjesë përbërëse. Por të dyja duart janë shumë të rëndësishme për njëra tjetrën. Absolutisht. Ndjes që të ndërhyva. Jo, as pak, anzi madje është gjë e bukur, po e di si është Jola, në tubimin e parë që bëm në Torino, unë për vete që ka 22 vjeç që jetoj në Piemonte në Torino, edhe kur pash as pjesëmarrje të gjerë të grave që për pak ditë organizuan që të bëhej një tubim i tillë,
ishte shumë krenari. Po Ishte ndoshta diçka e burrat, bukur. Ishte diçka shumë e bukur. ndoshta burrat kanë shkuar për Burrat të pirë kanë qenë birra. në punë. Kanë shkuar për të pirë birra. Kanë qenë në punë, punojnë edhe Po në gratë, punë, jo. po në punë diele s'kanë qenë ato, po ka qenë duke pirë birra diku po lëre. Neve tubimet i organizojmë në Piemonte të dielën, sepse të gjithë organizimet, të gjithë manifestimet që bëjmë të shtunën është problem, se pjesa më e madhe e shqiptarëve dhe i përshëndes të gjithë punojnë në sektore që punojnë edhe ditët e shtunë, edhe punojnë jashtë, punojnë në temperatura shumë të larta, edhe se bëjmë punë shumë të vështira, sepse duhet që të jemi edhe konkret, burrat, unë po flas për territorin që njohun, punojnë në sektore të vështira, sektore që kërkojnë sforcë fizike, edhe në këtë periudhë është për t'i falendëruar të gjithë që janë aktivë edhe se kanë punë, të komplikuara, dhe janë aktiv në tubime, janë aktiv në rrjetet sociale, janë aktiv në respekt për çdo shqiptar, për doja t'i bashkohem asaj thënies së Jolës që kemi nevojë të angazhohen ata që janë inaktiv, pra ata që s'janë shumë aktiv apo që janë të tërhequr, sepse po bëhen shumë, po është mundësia të bëhet më shumë, është mundësia të jemi më shumë, sepse sinqerisht, më thënë të drejtën, unë nuk duhet të jem pesimist, por nëse edhe tani nuk realizohet diçka, pastaj do thoja që mirë e kemi, sepse erdhi mundësia dhe nuk ditëm ta shfrytëzojmë. Jola, të bëj një pyetje më politike, Jola, ty? Kënaqësi. Nuk e di se sa ke ndje, ka 2 vjet që studentët në Serbi bëjnë greva. Dhe Vučići atje nuk porzohet, edhe atje u ngrit protest studentët për rrëzimin që atje të një stacioni treni, pra u bë shkak diçka. Sikur se u bë shkak diçka mbas shumë problemeve që pa Shqipëria, u bë shkak zvërneci. Tani, a mund të ekzistojë kjo frikë që Rama mund të përdorë të njëjtën metodë si Vučići, sepse po lexojmë disa deklarata të kohës së fundit, të ditëve të fundit, që deri me 2 korrik kanë vënë ultimatumin që Ramën do e heqin. Pra që nesër, ka dalë deklarata që nesër, njerëzit nuk do largohen as natën nga sheshi, pra do rrinë aty. Se si do organizojnë me turnë, çfarë do bëjnë nuk e di. Pra, se ndoshta e zgjata pak tepër ose zgjerova pak tepër, mund të ekzistojë kjo lloj skenari, është një skenar që mund ta përdorë Rama. Ky është një skenar që qëndron edhe që diskutohet shumë në rrethet tona. Reformimi një sistemi politik kërkohet jo vetëm thjesht ndërmjet ndryshimit qeverisë apo dorëheqjes së Ramës që është kërkuar nga protestuesit, por është e nevojshme që ne krahas kësaj të bëjmë ndryshime të thella institucionale dhe kushtetuese. Dhe ndër diskutimet që çojnë në zgjidhje dhe ndër propozimet që janë dhënë, është edhe në grupimin ton, ne kemi thënë që kemi nevojë për një demokraci pjesëmarrëse, duhet të rritet roli i qytetarëve në vendimarrje, kufizimi i ndikimit të partive politike në sistem, të rikthehet sovraniteti te qytetarët, të ketë referendume, siç është modeli i Zvicrës, që në kantone të caktuara ka referendume sepse një investim në qoftë se vlen për Vlorën, nuk vlen për Kuksin, dhe Kuksi po marr një shembull vetëm thjesht për ilustrim, dhe nëse Kuksi nëse Vlora do kishte dëshirë që të zhvillojë, po Kuksi nuk ka dëshirë, atëherë diskutohen që të gjitha këto, përveç faktit nëse shkojmë nesër në zgjedhje, sepse që gjitha diskutohen, atëherë në këndvështrimin tënd, sa gati është ky sistem në Shqipëri që të bëjë ndryshimin e nevojshëm me këtë kod zgjedhor, këtu ngre një pikpyetje të madhe, sepse nëse hyhet me këtë kod zgjedhor, është humbje. Nëse do kishim thjesht zgjedhje të parakohshme me këtë sistem të kodit zgjedhor,
atëherë unë nuk mendoj se ne do prodhonim një zgjidhje tjetër. Absolutisht. Por nëse ne ndryshojmë e bëjmë një proporcional kombëtar me prag të ulët, ku dhe partitë e reja të kenë mundësi të fuqizohen dhe mos t'i lënë pushtetin vetëm 2 partive kryesore, është diskutim tjetër. Pastaj marrim pjesën tjetër, financimi transparent i partive politike. Kjo gjë duhet standardizuar. Patjetër që po. Kjo tjetra, kufizimi i mandateve. Një forcë politike nuk mund të vazhdoj pafundësisht qeverisi. Lodhen njerëzit. Kushdo që tjetë ai person në pushtet, dashje pa dashje i duket sikur nesër në të ardhmen i duket vetja më i zgjuar, duket vetja që njerëzit qeshin me batutat e tij dhe i duket vetja që është ky dhe Zoti, ndërkohë që edhe lodhjen vetë mbart, por edhe vizioni ndryshon koha, edhe vizioni kërkon një azhurnim, kështu që edhe mandatet duhen kufizuar. Pastaj përfaqësimi i diasporës, dua të dal një çik te kjo tema që ne kemi shumë të rëndësishme dhe kemi dashur ta ngrejmë shumë. Ne si shqiptarë të diasporës të shpërndarë gjithandej kemi problematika të ndryshme. Shqiptarët në Londër nuk kanë të njëjtat problematika me shqiptarët në Amerikë. Shqiptarët në Amerikë kryesisht kanë ardhur në mënyrë ligjore, përveç së disave, ndërkohë që shqiptarët në Londër mund të kenë shkuar dhe mund të jetë dashur të kenë marrë një dokument si nga... absolutisht. Si ka qenë koha e Kosovës, sidomos se ka shumë të rinjësorë kosovarë, po patjetër. Nga diskutimet që unë kam hasur kemi këtë situatë, a votojnë dot ata shqiptarë në Shqipëri? A sjellin dot ata ndryshime votën e atyre? Jo. Sipas kodit që ne kemi duhet një pasaport edhe një dokument identifikimi të shtetit të Shqipërisë. Po që është shtetet shqiptar, patjetër. Po patjetër, prandaj apo diaspora në Greqi ka problematika të tjera, kështu që tani, mirë, okay, shiko, mirë, jo, prit, mos mik si diplomate, mos mik, nga Daniel. Para një muaj, zoti Arçka po ti kam mbaruar të gjitha. Më lër të ti them me këto pikat e tjera dhe pastaj vazhdoj të diaspora. Po jo mos se këtë Shqipërisë unë kuptoj shumë edhe nga ato të tjera, po prit tjera. Po forcimi i sistemit të drejtësisë nuk ka lidhje me diasporën këtu, po kemi një duhet luftohet ky klientelizmi apo këto ligjet për individ të caktuar, kështu që dhe kjo, në qoftë se nuk studiohet, nuk standardizohet, atëre nga ky objekti që do bëhe, ky resorti që do bëhe aty, mund të bëhet në male diku tjetër. Ja, po më shpërndau. Jo, nuk u shpërndava tani po të lë. Me shumë të lajmë po të lë. Shiko, para një muaj, zoti Arçka ma deklaroi në emisionin tim që në kryesin tuaj është marrë një vendim që lëvizja e diasporës për Shqipërinë e lirë do jetë parti politike. Dhe ku jeni me këtë vendim? Sepse përdesa ka thënë shefi, të që ti mund të thuash diçka më tepër. Unë këtu jam si Mariola, patjetër jam si pjesë përbërëse si Mariola, organizatës. Patjetër si Mariola jam. Patjetër që jam, por ne jemi një organizatë që kemi një demokraci shumë korrekte dhe presim që antarësia ta japi vendimin për këtë. Patjetër që ne kemi diskutuar që ne të jemi zgjidhje, edhe të japim zgjidhje duhet të jemi pjesë e politikës aktive. Kjo është e padiskutueshme. Por kur, si, qysh, asaj pastaj i takon gjithë antarësisë që ne të dalim me vendimin. Edhe thot Mariola që femës bëjnë për politikanë. Ma i ngot. Thashë për në thonë diçka më tepër ti? Unë nuk e thash. Më vjen keq, unë nuk e thash që nuk bëjnë, po thash që është shumë e vështirë. Po pra, the nuk ka statur, se politika është statur. Jo, nuk e thash statur. Jo, më vjen keq, Leonard.
unë tash ka xhaket apo ka kostum mashkullor, por jo se nuk bëjnë, përkundrazi, një grua në politikë I jep një qasje shumë elegante në kuptimin e mirë të fjalës, që kjo nuk ka të bëjë me elegancën fizike, po kjo ka të bëjë me... Po flasim për elegancë fizike, ne po flasim për varet me fjalë, sepse politika, sidomos politika në Shqipëri don atë po themi atë paraqitje ndoshta pak më burrërore, pak më të egër, sepse do të patë parasysh se si e bëjnë politikën në shqiptarët. Me fjalë. Një grua ka më shumë vështirësi do them unë, po jo se nuk thash se ka të pamundur, nuk po them se ka të pamundur, por duke patë parasysh qasjen apo mënyra se si bëhet politika në Shqipëri është më lodhshme ndoshta. Po, por zgjedhje personale pastaj dhe ka të bëjë shumë me pasionin, edhe me nëse ka zemra në vendin e duhur apo jo. Diaspora për Shqipërinë e lirë parti politike, Mariola Bekollari, kandidate për diasporën? Tani këtë po e propozon ti apo? Po mirë, tash ne jemi që jemi bëjmë thashë thema, kupton? Se ka qeshur me zemër. Jemi që jemi bëjmë thashë thema. Si e përcolla, për mua është krenari, është kënaqësi, është obligim të bëj më të mirën për vendin edhe për njerëzit e mi. Dhe këtë e them pa pikën më të vogël të dyshimit, e them me zemrën plot. Unë, Leonard, nuk e dija që do isha kaq atletare flak pa ikur nga Shqipëria. Jo, faktikisht asnjë nuk e dim pa na munguar diçka se sa na mungon, se sa e dua. Kthehem te gjyshrit e mi që kanë qenë në Paris, edhe kur na tregonin se tani emocionohem edhe kur e përmend, kur tregonin se sa I dhimte mungesa e Adeut dhe ç'a bën ata që ti investonin gjithçka, edhe pavarësisht se ndërtuan jetën në Paris, ndejtën çerek shekulli dhe prap mendjen e kishin te Shqipëria, më duket sikur ajo thirrje e gjyshëve të mi të ndjerë më vjen mua sot. Të ngasmoj pak dhe Sonila, sepse Sonila po rri heshtje. Sonila, po dëgjoj me kënaqësi. E zëm me fjalë që do kemi, pra diaspora do faktorizohet me në lëvizje politike, apo do gjendet me fjalë, shpresojmë që do ndryshojë ai kodi zgjellor. Sonila Kulla, shef veten të jetë aktive në brenda politikës së Shqipërisë, qoftë për kandidaturë për deputet, qoftë për pra brenda sistemit politik. Sot nuk e shikojmë ato që sistem që është përpara duhet ndryshuar sistemi. Thujeni mos unë për vetë dua. Thujeni mos pse keni. Ja, duhet të ndryshë, është diçka. Politika është përgjithësi. Edhe sikur thoshte gjithmonë profesori im, ka dy tipe politike. Ka tip politike që bën për pasion, edhe politikë që bën për pasuri, për avantazhe personale. Ajo nuk është politikë, jo. Ajo është politikë shqiptare, atë që kemi parë në Shqipëri kohët e fundit. Prandaj politika është përgjithësi e madhe. Politika është përgjithësi, politika don shumë kujdes, sidomos në një vend që është në tranzicion, në një vend që ka nevojë për një tranzicion shumë të shëndetshëm në të gjithë aspektet e sistemit. Prandaj në këtë moment, përsa më përket mua, gjëja më e rëndësishme është që të arrijmë qëllimit që të fillojmë të krijojmë një sistem të ri që kemi të drejtë të kemi. Pastaj pak rëndësi ka kush është rëndësi ka që të kemi persona që
të bëjnë të pamundur për të arritur atë që meritojmë ne shqiptarët kudo që jemi në diasporë. Tani ose në të jemi sinqert, unë uroj me zemër që ju dyja, po dhe të tjerë si puna juaj, me fjalë do ishte vërtet gjë e bukur dhe do ishte një nder për politikën shqiptare. Me thënë me shumë sinqeritet, por për te këtij sinqeriteti do e them pak me shaka pasaj këtë pjesën tjetër që nëse ju bëni deputet e parlamentit, mos harroni që këto deklarata e keni bërë në Window Radio dhe të më vini në emisione pasaj edhe si deputete pasaj. Leonard, të falenderoj shumë për pyetjen dhe për gjithçka. Unë mendoj që reformimi i këtij sistemi politik nuk duhet kufizohet vetëm te ndryshimi i qeverisë apo i fytyrave apo individëve që janë, por ne të gjithë duhet të përpiqemi të ndërtojmë institucione që janë më përfaqësuese, që janë më transparente dhe janë me qytetarin për qytetarin. Duhet të ndryshojmë mendësia, duhet të ndryshojmë mendësia. Ne nuk kemi nevojë të shkojmë në parlament. Ne mund ta bëjmë që tani. Ne si organizat ju kemi bërë thirrje profesionistëve, hajde na bashkoni dhe ndërtojmë politika, bëjmë propozime dhe ja përcjellim institucionet. Kjo gjë të qenit larg ne nuk na kufizon absolutisht ja. Pa diskutim që. Ne kemi një kapacitet intelektual në diasporë, siç e përmendët, dhe ai kapacitet duhet të kanalizohet në momentin e ndryshëm. Janë disa njerëz që po hapin rrugën siç është tashmë me protestën, por mund të jenë disa intelektual që ndoshta nuk e ngrejnë dot zërin ashtu siç mund ta ngrejë njëri, po ka fuqinë e penës. Dhe më lejoni që ndërmjet këtij kanalit tuaj unë t'ju bëj një thirrje përsëri gjithë nivelit intelektual që është në diasporë, t'i lënë më njanë ato egët personale dhe ato mërzit për njëri tjetrin. Nuk ka problem, nuk i pëlqeu Mariola, nuk është absolutisht asnjë lloj problemi. I pëlqen Leonardi, aman të gjithë kemi një qëllim. Hajde, marrim politikat, i studiojmë, marrim ligjet përkatëse, japim propozimet tona dhe pastaj në fund, do zgjidhet një propozim i përbashkët që do t'i shkojë institucionave. Pa diskutim. Tani kemi rreth 1 orë 43 minuta që bëjmë, ma thoni ju që ja them unë, pra bëjmë thashë theme. Shpresoj që na kenë dëgjuar sa më shumë njerëz. Unë ju uroj edhe një herë rrugë të mbarë këtyre që po më shkruajnë. Nuk e di, unë kështu e kisha menduar si emision, por nëse është diçka që ne nuk e përmendëm apo ka dëshirë njëra për ju të thotë diçka apo nuk e cekëm, mikrofoni është për secilin për ju. Nga ana ime ato që tha dhe Jola përpare për historisë edhe unë, pjesa që ka mbetur në shtëpi, në diasporë, në Shqipëri në këtë moment është momenti i duhur, sepse fjala e çdo njeriu vlen në këtë moment edhe bashkohemi të gjithë bashkë për të njëjtin qëllim. T'i lëmë me njanë të gjitha gjërat që kanë ndodhur në të kaluarën, Shqipëria mund të ndryshojë nëse jemi të gjithë bashkë, mund ta bëjmë më të bukur dhe më të ketë ato që meriton. Ndërtoja vetëm këtë, mos lini askënd të vendos për ju pa ju. Mariola dhe Sonila, me lejoni të them diçka. Nëse do kisha ndorë për të ndërtuar qeverinë, Sonila është fiks për ministre e punës dhe çështjeve sociale, kurse Mariola është fiks për ekonomi e financë. Okej. E morëm detyrën. Unë ju përshëndes përzemërsisht dhe shumë faleminderit që më ndihmuat sonte në emision dhe shpresoj që do të takohemi për ditë më të bukura. Absolutisht. Faleminderit dhe Sonilës. Ishte kënaqësi Jola. Të ndoqa me ëndje në çdo fjalë dhe emocion që përcolle, është shumë e bukur që të shohësh që gjithë shqiptarët janë me një qëllim edhe forca, të japim një dorë.
Absolutisht. Ishte kënaqësi edhe për mua. Ju përshëndes. Natën e mirë. Respekte, natën e mirë. Mirë gjithëve. Kalofshi Dhe mirë. rrugë të mbar, kush është në rrugë. Natën Sonila, natën Mariola. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte Horizont për sonde, ky ishte emisioni për sonde, kështu e kishim menduar të ishte ky emision, u përpoqëm pra të kuptojmë diçka nga dy zonjat, njëra pra Mariola Bejkollari, e cila jeton në New York dhe është një aktiviste e hershme me lëvizjen diaspore për Shqipërinë e lirë, apo dhe Sonila Kulla, një aktiviste dhe një që ka mbaruar arsimimin studimet për shkenca politike në Torino. Pra u përpoqim të kuptojmë protestat, u përpoqim të kuptojmë atë se si ndihen në diasporë, pra se si ndihen në dy skaje të ndryshme, qoftë në New York, qoftë në Itali, duke patur parasysh që sikur e thanë edhe dy zonjat, edhe diaspora është e shtresuar në shtresa të ndryshme. Pra, por gjithsesi unë shpresoj dhe uroj me zemër që kjo protest, ashtu sikur na ka rritur shpresën, ka rritur frymen, shpresoj që të bëhet realitet dhe mos të ngelim duke thënë shpresojmë. Pra, me këtë duhet të them që kjo protest duhet të rrije pastër, të mos ketë ndërhyrje nga njerëz që duan ta përçajnë, dhe unë duhet të falenderoj përzemërsisht disa miqtë e mi që po udhtojnë në autokolonën drejt Shqipërisë, dhe ti falenderoj që na ndjekën live dhe për mesazhet që më dërguan në WhatsApp, jam me një pafund, dhe ju uroj suksese dhe ju uroj rrugë të mbarë të gjithëve. Atëherë, miqtë e mi, duke ju falenderuar gjithë përzemërsisht, ju përqafoj me zemër, ju jam mirënjohës pafund për kohën që na dhuruat, dhe me mua në Horizont do të takojmë sërish nesër mbrëma me tjetër të ftuar dhe me tjetër bisedë. Natën e mirë dhe kalofshi mirë. Horizont nga Leonard Koja në windowradio.de.